se e bën për diskreditimin e Ramës ose qeverisë socialiste, po ai duhet bëj detyrën dhe kështu SPAK-u nuk po e bën detyrën, sepse përdesë ai ka akuza të qarta, ka kërkuar një herë. Fakti mund të ketë vetëm më shumë, jo më pak, logjikisht. Kështu që përdesë nuk e bën, domethënë që edhe SPAK-u nuk është aty ku duhet jetë. Ne themi që drejtësia drejtësisë nuk e bëhet presion, por ato që mund të bëjnë shqiptarët është që sidomos politikanët e sidomos drejtuesit e protestës që secili bëj kallëzime penale pafund tek SPAK-u. Sigurisht ka një logjistik të vogël SPAK-u, nuk e menaxhon dot gjithë ato emailë, gjithë ato denoncime, por që do ta di të ketë një farë mënyre në rrugë ligjore do të ketë i bëjmë dhe presion SPAK-ut. Por nuk është përjashtuar një protestë para SPAK-ut nga disa prej aktivistëve para pak ditësh që folën. Kjo do ishte një shenjë e gabuar faktikisht, sepse në asnjë vend botës drejtësisë nuk i bëhet presion. Imagjinoni që i shkoni një prokuror ose një gjyqtari, i shkoni tek dera e zyrës ose tek drejtari dhe i bëni presion dhe asnjëri nuk është në gjendje të marrë një vendim të qetë dhe të paanshëm nëse është në presion. Sistemi i drejtësisë duhet mbështetur, duhet mbështetur financiarisht, SPAK-u duhet mbështetur, duhet zgjeruar, duhet punësuar njerëz më shumë, sepse në fundit financiarisht jemi më të fituar sesa të na vjedhin miliona dhe miliarda dhe të ikin parat e buxhetit të shtetit vetëm atë që ne duhet kurse mos paguajmë SPAK-un, paguajmë gjyqtarët. Jam për mendimin që gjyqtarët duhet të kenë një rrogë shumë super, shumë të mirë, edhe prokurori të kenë mbrojtje fizike dhe financiare, vetëm kështu mund punojnë qetë. Por ama duhet bëjnë detyrën. Zoti Tafaj, për ta mbyllur atë pistën e arratisjes që ju thatë, besoni tek deklarata e Berishës që sipas tij Rama ka larguar parat me thas me avion nga Shqipëria? Edhe i kërkoi SPAK-u hetoj? Nuk e di, po SPAK-u duhet ta di para Berishës faktikisht, sepse SPAK-u është ai që heton, do të ketë sisteme sinjalizuese SPAK-u përveç politikanëve. Këto në deklaratën media nuk janë për të marrë kaq seriozisht, por shteti shqiptar ka dhe shumë shërbime tjera që sinjalizojnë shtetin. Problemi është në gjithë shërbime sekret sinjalizon radhë para presidentin, radhë dytë sinjalizon kryeministrin dhe kur presidenti dhe kryeministri janë në konflikt interesit plot në këtë çështje, nuk ka se si të shkojë, nuk e bën dot as shërbimi sekret, as policia, as SPAK-u. Kështu që është një gjendje apatie në sistemin e drejtësisë që normalisht nuk ditë se kështu, por duke parë dhe iniciativë qytetare. 10 vjetorin tani sa e kaluam të drejtësisë së re. Po drejtësia e re nuk është kollaj për të bërë, po ne jemi shqiptarë, jemi popull i vogël dhe secili njeh njërin dhe shumë gjëra bën me shoqëri, me njohje. Dikur i kishin para shumë viteve kishte mik dhe të mbaronte një punë, krijonte një privilegj, një favor diku. Nëse tani nuk ka mik me privilegj pa para, kështu që gjithçka miku e bën me para. Edhe shikoj edhe ku jam në Shqipëri që shumica e njerëzve kanë kontakte, kanë kapitale të shtrenjta dhe është bërë një kapital i padukshëm që secili e përdor njohjen e tij të bëjë një nder, të ofron një privilegj, por kuptohet nuk ta bën falas. Kështu që është dhe kjo shpreha që dëgjoj shpesh që nëse s'bën me lek bëhet me më shumë lek. Kështu që kjo është vrastare faktikisht që gjithçka bëhet edhe me lek. Zoti Tafaj, ky kuvendi që edhe ju e lakuat pak më lart që u mblos, mendoni që e përçan apo e bashkon më shumë protestën? Ky fraksion. Kuvendi është një përvojë. Është një tentativë, është pozitive. Sigurisht një kuvend nuk është se presim ne që nuk kuvend bien dakord. Çështja është për të larguar, për ta ndarë shapin nga shoqëria, për të ndarë qëllimet, rrugën për të vajtur për tek arritja me ambicet personale. Në sa kam parë ka dhe shumë pakënaqësi, shumë ambicie personale, secili është t'ia bëjë një vetë paraqitje, një vetë demonstrim për të parë që shikoj unë jam ky dhe unë bëj këtë dhe përqendrohen shumë tek vetvetja sesa tek kauza. Për të arritur kauzën duhet të jenë shumë njerëz të një mendje, të kenë një kompromis, të bëjnë të japin dhe të marrin, të jenë të gatshëm për të bërë kompromis. Që tentativë është shumë okay dhe është normal që shqiptarët zihen edhe bërtasin, sepse nuk kanë ku të mësojnë tjetër. Në parlamentin shqiptar bëhet akoma më keq në kuvendin e Shqipërisë sesa në kuvendin e qytetarisë që u mblodh
para disa ditësh. Kështu që është tentativë të mirë, sigurisht që ka dhe grupe të tjera që thonë ne jemi autorët e protestës, po këtë do ta zgjidhim me njëri tjetrin, kështu që kjo zbedhe shumë rrugën për të arritur tek qëllimi. E zbe rrugën. Sigurisht, sepse njerëzit duan një kaos, duan një figurë, duan dikë që rrezaton shpresë. Si do të rrezaton shpresë kur njerëzit zihen e grien me njëri tjetrin në një sallë të mbyllur dhe fillimisht ja mund kryetari janë vetë deklarohet ministra, kryeministra, është pak qesharake. Për mos të bërë qesharak, unë kam qenë për atë që në fillim të deklarohej grupi drejtues, kur në një farë kompromisi, ose një farë votimi online, ose një rrugë tjetër që në fillim kur ishte e vogël protesta, kështu që nëse njerëzit do ta gjenin veten tek ky grup përfaqësues, t'i vinin qëllime të qarta, vinin afate dhe t'i tregonin dhëmbët Edi Ramës dhe Parlamentit shqiptar, në të kushte që po njerëzit merren me njëri tjetrin, duke kundërshtuar njërin, atë energji që kanë, ato do harxojnë duke sulmuar njëri tjetrin, kështu që kauza është e parritshme. Ndoshta ky ishte një paralajmërim që kështu do të ishte ndoshta reagimi nëse do kishte një parti politike që nuk do arrinte t'i bashkonte të gjithë televizje. Megjithatë, ju thatë për t'i treguar dhëmbët të qeverisë, mendoni që kjo do mbetet përshtator? Po bëme sipas rastit, siç bëri opozita, është pak problem, sepse protestat duhet mbajtur vazhdimisht, zjarri duhet mbajtur ndezur. Sepse po ta lëm tani se kemi pushime, që kemi ca pushime dhe të kthehemi në protestë, nuk është bindse më, nuk është bindse edhe për ndërkombëtarët. Ndërkombëtarët e kanë mbështetur protestën sepse kanë parë që protesta është paqësore, kanë mbështetur sepse kaosën e shikojnë si të drejtë, por e kanë mbështetur një farë mënyrë edhe shoqërinë civile shqiptare që t'i jepet më shumë hapësirë që të veprojë dhe të ketë luftojë pro interesave të popullit, interesat të qytetarit thjesht. Por çështja në Shqipëri, se politika shqiptare është shumë e komplikuar, e kanë vështirë dhe ndërkombëtarët për ta kuptuar në realitet se si funksionojmë ne. Ne kemi disa dukuri të veçanta që të tjerë mbas edhe nuk i kanë, nuk e njohin politikën e Ballkanit, por që të tjerë nuk i kanë. Ne e ngatrojmë shoqërinë me politikën, me shtetin, me biznesin, me privatësinë, bëjmë një konglomerat gjitha nga pak, edhe prandaj nuk bëjmë dot as parti, as shtet, as shoqëri civile. E kemi shumë problem, duke qenë popull i vogël dhe i ngatrojmë gjërat që gjithë muhabetit i bëjmë lokal, edhe është problem, që nga kjo një farë mënyrë duke i bërë gjithçka në lokal, edhe familja ka psuar dëm, edhe shoqëria ka psuar dëm. Nuk është civilizimi i domosdoshëm për të qenë all in one, për të qenë kështu një tenxhere e mbushur me përbërës të ndryshme, kështu që nuk besoj që është shumë pozitive. Ndërkombëtarët presin dhe mendojnë sipas standardeve të tyre që kanë përjetuar në vendin e tyre. Ato mendojnë që me të vërtetë ne këtu jemi. Por politika shqiptare është shumë më sofistikuar sepse ndryshe mendon, ndryshe thot, ndryshe thot një ndërkombëtari, një amerikani, ndryshe thot një europiani, ndryshe i themi njëri tjetrit, ndryshe i themi elektoratit. Kështu që kështu një kameleon i shejtan, si themi, që është në vetvete është problem. Po shejtani ka dalë nga shishja, tani si do ja bëjnë ndërkombëtarët për ta futur? Do ketë reagime të tillë për t'i mbledhur? Për t'i mbledhur është sigurisht do jetë problem për neve, por për ndërkombëtarët është në rregull sepse ndërkombëtari e bën me rrobat, duke paguar shteti i tij për të na pajtuar neve me njëri tjetrin dhe fatkeqësisht ne nuk kemi mësuar shumë gjëra bazike të politikës, dorëheqjen, të kërkuar falje, transparencën dhe shumë tipare tjera që neve akoma në vitin 2026 na mungojnë. Edhe i shikojmë si gjëra pa rëndësi, po këto janë shumë të rëndësishme për të bërë politikë, sepse fundit gjithë kjo, par deputetët, gjyqtarët, prokurorët, është komplet, nuk janë gjë tjetër veç se pasqyra e shoqërisë shqiptare. Në fundit këtë popull kemi, këtë nivel kemi, këtë shikoni protestuesit, që është shumë që ngritën, por nuk mjafton vetëm për të thënë që ne ngritëm, nuk mjafton rruga, nuk më duhet qëllimi, duhet rezultati. Nëse në fund nuk sjell rezultat, ne nuk duhetem për të dukur që isha protestë, e bëm tonën, protestuam, por ne s'morëm të gjë. Kjo tregon që i ngritur pa i bërë llogaritë mirë, edhe pa një strukturë qartë, pa qëllime qarta, pa gatishmëri për të bërë kompromis, për të dëgjuar dhe tjetrin,
për të bërë një kompromis me tjetrin, për të hir të interesave kombëtare, tani është rasti më i mirë i çdo aktivisti, i çdo politikani që të lëshoj që të bëj kompromise, të jetë i gatshëm për të mirën e Shqipërisë, për të mirën e familjes tij. Domethënë shkon deri diku politika, interesi i partjak, por në fundit çdo shqiptar, sidomos ato që merr me politikë, duhet të bën mbi politikën, duhet të vënë Shqipërinë. Dhe unë nuk shikoj që politikanët, për shembull